إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Me të vërtet, falënderimet I takojnë Allahut Azza wa Jalla, të falenderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I kërkojmë Allahut Azza wa Jalla na ruaj nga keqja vetëve tona dhe veprave tona dhe vetes tonë. Ka udhëzon Allahu Azza wa Jalla, nuk ka kush e humb atë, dhe kush zgjedh për veten e tij devijimin, nuk ka kush e udhëzon në rrugën e tij përveç se Allahut Azza wa Jalla. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar tjetër me drejtë përveç Allahut Azza wa Jalla dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguari I Tij sallallahu alaihi wasallam. Anvim, alhamdulillah që Allahu Azza wa Jalla na mundsoi që të jemi bashkarisht prap në këtë natë dhe tema vazhdon që të jetë pra libri I zakatit. Dhe hadithet të cilët ka përcjellur Imam Abdul Ghani al-Maqdisi, Allahu e mëshiroft, është hadithi me numër 2, I cili I përket 2 temës së zakatit, por se me numër të rënditur është 167. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة ولا فيما دون 5 ذود صدقة ولا فيما دون 5 أوسق صدقة رواه البخاري ومسلم. Pra transmetohet nga Abi Sa'id al-Khudri, Allahu qoftë I kënaqur me të, se ka thënë I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam, nuk ka sadaka pra zakat në atë që është më pak se 5 awaq pra ok, dhe nuk ka sadaka në atë që është më pak se 5 dheud, që në kuptimi është një kopet deveje e cila është nga numri 3 deri në 10, quhet dheud. Dhe nuk ka sadaka pra zakat në atë që është më pak se 5 awsuq, e cila është para 60 sa nga sa'i I dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Hadithi gjendet tek Buhariu dhe tek Imam Muslim. Pra ky hadith I cili transmetohet nga Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ka disa fjalë, disa terma të cilat janë të padëgjueshme nga pjesa më e madhe e jon. Prandaj me ndihmën e Allahut Azza wa Jall, Sheikhu Abdullah al-Bassam I ka dhënë atyre një shpjegim të shkurtër. Fjalë pra si awaqun, tham se kjo fjalë pra është njësi, pra njëjsi I saj është ukije. Një ukije është e barabartë me 40 dirhem, lek I cili pra përcakton dhe zakatin tek feja jonë. Dhe do të vijë përcaktimi I nisabit pra I njësisë matse, sipas monedhës së sotme, insha Allahu Ta'ala. Dhe udi, ky term nuk ka njëjës nga vetë fjala e tij, dhe përdoret për 3 deve deri në 10. Pra, gjuha arabe I përfshin shumicën e deveve për nga 3 deri në 10 me këtë fjalë e cila ka dhe udun. Kurse fjala awsuq është në origjinën gjuhësore do të thotë ngarkesë. Dhe këtu nënkupton 60 sa sipas sa'it pejgamberik, dhe do të vijë përcaktimi I nisabit sipas masave tona të sotshme. Dhe fjala dunun më pak, këtë e ka sqaruar transmetimi I Imam Muslimit, ku thot hadithi nuk ka sadaka në drithëra dhe hurma derisa ta arrinë 5 awsuq. Pra derisa ta arrijë këtë lloj kuote
me shumën pra 5 eusuk të kilogram, atëherë pra nxirret sadakaja. Thot Shehu Abdullah al-Bassam, Allah më shërof, se kuptimi i përgjithshëm i këtij hadithi është se zakati është ndihmë dhe solidaritet mes të pasurve dhe të varfërve. Prandaj nuk merret nga ai që pasuria e tij është e paktë dhe nuk konsiderohet i pasur. Allahu i lartësuar e ka sqaruar kufirin minimal për atë mbi të cilin bëhet detyrim. Ndërsa ai që posedon më pak se ky kufi minimal është i varfër dhe nuk merret prej tij asgjë. Pra detyrimi që të hyjë njeriu në kuotën e zakatit është kur kalon kufirin me cilin pra e ka përcaktuar feja e Allahut Azza wa Jall. Pra poseduesi i argjendit nuk i detyrohet zakat derisa të ketë 5 eusuk. 5 ewakun, çdo ukie është 40 dirhem, kështu që nisabi i tij bëhet 200 dirhem. Dhe poseduesi, pra në këtë rast poseduesi i deveve nuk i detyrohet, ose që ta kupton, sepse duken si fjalë të cilat pra nuk i jepet kuptimi, por po ta kuptojmë sakt në nisabin e dirhemit se 200 dirhem, të cilët kjo monedhë e argjend në atë kohë kushtoheshin dhe ishin të barabërshme me 2.975 si kuotë. Dhe po ta shumëzosh 200-ën me 297.5, pra 2.97 parafërsisht 3, ajo del 595 gram. Pra nëse besimtari ka si kuotë lekësh 595 gram argjend që shumëzohet me shumën që shitet në tregun ku ai jeton, atëherë nëse e ka këtë kuotë lekësh, ai nxjerr 2.5%. Dhe një saktësim që kemi thënë në mësimin e kaluar është se e kemi thënë pra që nxjerr 1/4, pa ajo është 1/40 ose 2.5% nga kuota që përmbushet, Dhe vazhdon shehu dhe thot, poseduesi i deveve nuk i detyrohet zakati derisa të ketë 5 deve dhe më shumë, ndërsa më pak se kaq nuk nxjerr zakat. Po ashtu poseduesi i drithrave dhe i frutave nuk i detyrohet zakati derisa të ketë 5 eusuk. Dhe një uasukun është 60 sa, kështu që nisabi i tij bëhet 300 sa. 300 sa. Çfarë përfitohet nga hadithi? Avash, me pak durim, shpresoj tek Allahu Azza wa Jall që duke dëgjuar këtu me avash, po edhe duke e ridëgjuar dhe e ripar aty ku ne i postojmë her pas here tek revista Medina, do t'ju bëhet më e qartë me ndihmën e Allahut Azza wa Jall të gjitha këto terma që duken të pakuptueshme. Pra çfarë përfitohet nga hadithi? E para, detyrimi i zakatit për atë që ka nisabet e përmendura ose diçka prej tyre. Dhe përcaktimi i nisabeve është solidaritet mes të pasurve dhe të varfërve. E dyta, mos detyrimi i tij për atë që pasuria e tij është më pak se këto kufi. Pra kur njeriu se ka përmbush kuotën, atëherë nuk nxjerr zakat. Ibnul Mundhir, një nga imamlarët e fesë tonë, ka thënë se ka parë konsensusin midis dietarëve se zakati nuk bëhet detyrim në atë që është më pak se 5 eusuk, nga prodhimet e tokës. Ndërsa Imam Malik toleron mungesën e vogël. Pra, nëse është parafërsisht me një mungesë të vogël, atëherë hyn tek zakati. E treta që përfitohet është kur argjendi arrin 200 dirhem, monedha të argjendta në kohën më përpara, kur ti i posedon 200 dirhem, e cila kjo pra plotësohet tek ti, atëherë ti jep 2.5% në saj. Dhe kur devet arrin
5 copë, në to ti jep një dele. Kur ti posedon 10 deve, atëherë ti nxjerr 2 dele. Kur ti posedon 15 deve, atëherë ti nxjerr 3 dele. Në 20 ka 4 dele. Kur arrin 25 deve që ti i ke pasurinë tënde, që i posedon ato, atëherë ti nxjerr një bint muhad, e cila është deveja 1 vjeçare femër. Besoj se po ta ridëgjoni prap, do ta keni dhe më të lehtë për ta kuptuar. Pra ajo që është mes këtyre është ajo intervali pa zakat. Nëse si ke plotësuar 5, atëherë nuk nxjerr. Pastaj merret sipas moshave të deveve, siç është sqaruar në hadithin e Enesit që gjendet tek Buhariu me numër 1454. Dhe kur drithrat ose frutat arrin 5 eusuk, që janë 300 sa sipas Sa'id pejgamberik, nëse u jitën me shpenzim si me kafsh pune apo me makina, në tokë ka gjysmën e të 10-s, pra 5% të asaj shume që ti vjen prej asaj që është nevojitur që ti ta punosh, ta lagësh me kafsh, ta lagësh me makina, ti nxjerr pra 5% të asaj. Nëse u jitën pa shpenzim, si nga lumet, ose nga burimet që rrjedhin mbi sipërfaqen e tokës, ose pusa artizanale që nxjerrin ujë në sipërfaqe, në to ka 10% të asaj. Pra atëherë ke zakatin 10% sepse ti nuk je lodhur për ta nxjerr ose për ta vjel atë lloj ushqimi, atë lloj fruti. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, në atë që e ujit qielli nxjerr 1/10, dhe në atë që ujitet me mundim ka gjysmën e të 10-s. E transmeton Imam Muslim dhe nga hadithi i Xhabirit radhiyallahu anhu. Pika 4 që përfitohet nga ky hadith është se nuk u përmend pasuria në ar në hadith sepse monedha e tyre kryesore në ato kohë ishte argjendi. Abu Dawudi ka transmetuar nga Aliu radhiyallahu anhu marfuan, të ngritur tek pejgamberi, se thot, nuk ke detyrim derisa të kesh 20 dinar, dinari i atëhershëm. Ibn Hajeri tha, është hadith i mirë. Po ashtu Ibn Abdul Berri tha, ka konsensus se nisabi i arit është 20 nga këto monedha dirhemi, sepse një monedhë dirhemi në atë kohë ishte e barazvleshur me 4.25, pra pesha e një monedhe ishte 4.25 gram. Nëse ne i shumëzojmë 20 monedha dirhemi me 4.25, atëherë del shuma 85 gram ar. Prandaj, kur na vjen në hadith ky lloj, pra 20 monedha dirhem, atëherë del shuma 85 gram ar, pra 85 gram flori. Pra ky është shpjegimi se si është përcaktuar pra 85 gram flori. Zakati është detyrim në drithra dhe fruta që maten dhe ruhen, sipas imamlarve, i cili është Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmed, ndërsa Abu Hanife e bëri detyrim dhe në perime. Pra dhe në perime, Imam Abu Hanife e shikon se duhet të nxjerr pra 1/10 e saj. Mendimi i parë është mendimi më i fortë dhe më i saktë, sepse ajo që matet dhe ajo që ruhet është ajo në të cilën plotësohet begatia e Allahut. Dhe për shkak të hadithit që e përcjell Imam Daraqutni, marfuan nga transmetimi i Talhas radhiyallahu anhu, thot, nuk ka zakat në perime, që është si transmetimi dobët, por ka mbështetje siç e përcjell Imam Al-Hafidh në librin Talkhis, që thot, ky ka përcjellës si zinxhir. Po ashtu Imam Albani në Sahihul Jami'u ka thënë se hadithi është i saktë. Disa sqarime të rëndësishme rreth këtij hadithi
E para është sqarimi i sasisë së zakatit për arin dhe argjendin në monedhën tonë të sotshme. Njësia matëse e arit është 20 mithkal në islam. Dhe mithkali është i barës vlefshëm me 4.25 gram, që nëse ne e shumëzojmë 20 monedha ari, të cilat njëra peshon, thamë neve 4.25, del 85 gram ar. Pra pesha e monedhës së arit, qoftë kjo dhe qoftë dhe monedha angleze, thot Sheikhu Abdullah al-Bassam, është e njëjtë me monedhën e arit të Arabisë Saudite. Të dyja këto monedha, kur peshohen, dalin 85 gram ar. Kështu që nisabi i arit, ose kuota e arit, në to është 12 monedha ari saudit ose anglez, sepse pesha e tyre është e njëjtë. Nisabi i argjendit është 200 dirhem. Nisabi islam është 1 dirhem vlen 2.97.5 gram dhe 200 dirhem shumëzim me 2.975 gram është e barës vlefshme me 595 gram argjend. Dikur më përpara, 22 monedha argjendi frënge ishin të barabarta me 595 gram argjend, kurse me monedhën e Arabisë Saudite të atëhershme ishte e barës vlefshme me 55 monedha rial argjend të barabarta me 595 gram, që është nisabi i zakat. Pra, nëse me pak durim dhe kujdes, duke e ripar dhe njëherë, si që thash, do bëj çmos që ta përpiloj në mënyrë më të mirë dhe ta hedhin tek revista Medina si material dhe ta shikoni, gjithashtu duke e dëgjuar, do ta keni më të qartë këtë lloj panorame të cilët po e dëgjoni nëpërmjet zërit. Sqarimi i tretë është se sqarimi i sasisë së zakatit për drithrat dhe frutat në masat e sotshme. Nisabi i drithrave dhe frutave është 5 eusuk, pra 5 sasi, sepse një usuk është 60 sa sipas saut pejgamberik. Pra, nisabi me sa'in pejgamberik është 300 sa. Dhe sa e pejgamberik është më i vogël se ajo e cila është pra nga Hijazi dhe sa i Nejdit, me 1/5 dhe 1/5 e 1/5. Kështu që sasia e nisabit të zakatit të drithrave dhe frutave me sa'in që është në Nejd, pra në Arabi Saudite, është 228 sa, siç ka ardhur kjo në fen tonë në librat e fikut, wallahu a'lam. Për këtë hadith, pra, këto janë dobit të cilat ka përcjellur Sheikhu Abdullah al-Bassam, Allahu mëshiroft, dhe kuptimin e saj dhe disa rregulla të cilat duke e ridëgjuar, duke e ripar ato, inshallahu do bëhet më e qartë. Hadithi vijues me numër 168 po në temën e zakatit është hadithi që transmetohet nga Ebu Hurejra radiallahu anhu, se ka thënë: An Abi Hurejra radiallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qal: Leysa 'ala al-muslimi fi 'abdihi wala farasihi sadaqatan wa fi lafdhin illa zakat al-fitr fi ar-raqiq. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Pra transmetohet nga Abi Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur për tij, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk e ka detyrim muslimani të nxjerrë zakat për robin e tij, pra atë që e ka rob që i shërben atij, dhe as për kalin e tij, të cilin e ka si mjet transportimi dhe ndihme. Dhe një transmetim tjetër për vetë zakatit të fitrit, pra ai zakati i cili nxirret në fundin e Ramazanit, atëherë ai e ka detyrim për personin që i shërben, i cili quhet rob i tij. Transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslim. Kuptimi i përgjithshëm i hadithit është u përmend më parë se zakati
është i ndërtuar mbi barazi dhe drejtësi. Prandaj Allahu i lartësuar e ka bërë detyrim atë në pasuritë e të pasurve, që shtohet pasuria e tyre dhe ato që përgatiten për shtim, pra ti i vendos, i mbjell edhe pret për tyre prodhim. Si prodhimet e tokës dhe si ashtu dhe mallrat e tregtisë. Ndërsa pasuritë që nuk shtohen dhe mbeten për posedim dhe përdorim, sikurse është kali, sikur është robi që ti e merr për shërbim, këto nuk kanë zakat mbi pronarët e tyre. Kjo si mjeti i tij i transportit, qoftë kali, deveja, makina, po ashtu dhe njeriu që i shërben atij, si dhe shtrojet dhe enët e përgatitura për përdorim. Pra, njeriu ka rrobat, njeriu ka veshjet, njeriu ka aty ku shtrohet dhe flen, po ashtu edhe enët të cilët pra njeriu i përdor ata për dobit e tij. Për këto pra nuk jepet zakat. Por përjashtohet nga kjo zakati i fitrit për robin, pra siç e tham, sepse ai është detyrim dhe nëse nuk është për tregti, sepse lidhet me trupin dhe jo me pasurinë. Çfarë përfitojmë nga ky hadith i cili e transmeton Ebu Hurajra, thot Sheikh Abdullah al-Bassam? E para se zakati nuk bëhet detyrim në atë që e ke robin tënd që të shërben ty, dhe as tek kali që ti e merr për të hipur mbi të, sepse Ibn Qayyim, Allahu më shërof, një prej imamlarëve të feston, ka thënë në Tahdhib e-Sunan se zakati është hequr nga kuajt dhe nga robërit kur janë për shërbim dhe për hipje. Ndërsa ajo që është për tregti, në të ka zakat në vlerën që e ka përcaktuar Islami. Gjithashtu pika 2 se zakati i fitrit është detyrim për atë që e ke rob, qoftë për shërbim apo për tregti, sepse lidhet me vetë personin e tij dhe jo me vlerën e tij si mallrat e tregtisë. E treta, se çdo gjë që është përgatitur për përdorim dhe posedim nuk ka zakat në të, sepse zakati është i ndërtuar mbi barazi, dhe nëse pasuria nuk shtohet, zakati do ta konsumonte atë dhe do ta dëmtonte pronarin. Pra, që të dalë zakati duhet që të përmbushet dhe kuota e saj. Ajo që u përmend më parë se zakati nuk bëhet detyrim vetëm në pasurinë që shtohet, është baza e atyre që nuk e bëjnë detyrim zakatin në stolit e përgatitura për përdorim, dhe kjo është e sakta dhe e goditura. Por kanë ardhur tekste për arin dhe argjendin që e forcojnë mendimin për detyrimin e zakatit në stolit që merr gruaja femra në mënyrë absolute. Prandaj, me sigurt është nxjerrja e zakatit për to, dhe për këtë ne kemi një libër të vogël, thot Sheikh Abdullah al-Bassam, me emër Al-Qawl al-Jali fi Zakat al-Huli. Por më e sakta është se ato stoli që smerren për tregti su nxjerrët zakati. Kjo është fjala më e saktë në fenë e Allahut azza wa jalla. Pesta që përfiton nga hadithi është se me këto krahasime ligjore ndërmjet të drejtës së të varfërit dhe të pasurit, mëson butësinë e këtij shariati, drejtësinë e gjykimeve të tij dhe shikimin e tij ndaj gjendjeve të njerëzve, me syrin e interesit të përgjithshëm. Edhe Allahu thot, e kush është më i mirë në gjykim se Allahu për një popull që janë të bindur, sura Maide, ajeti 50. Pra, dobit që përcolli Sheikhu Allahu e mëshiroft për këtë hadith ishin këto, dhe shpresoj që t'ju bëj dobi dhe juve. Tema vazhdon me hadithin me numër 169. Hadithi i cili e ka përcjellur Abu Huraira radiallahu anhu, anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qal: al-ajma'u jubarun wal-bi'ru jubarun wal-ma'dinu jubarun wa fi ar-rikazi al-khumsu. Pra rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi thot, transmetohet nga Abu Huraira radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, al-ajma'u është ajo kafsh që s'ka arsye, është gjubar, që s'lidhet me të përgjithësi. Pra, një kafsh që s'ka arsye, çdo dëm që vjen për saj
personi që e posedon nuk mban përgjegjësi prej saj kafshë. Po ashtu dhe pusi është xhubar. Pra një pus i cili është në posedimin tënd, vjen një person dhe bie brenda dhe mund të dëmtohet, ti nuk jep asgjë si dënim për atë gjë që ndodhi. Dhe pasuria që nxirret nga toka është po xhubar. Pra, pasuri që del nga toka që nuk është pronë e askujt, ti nuk i jep taks atij personi që vjen dhe e pretendon me të kotë. Përderisa ti e ke gjetur këtë lloj pasurie, këtë lloj zbukurimi, këtë lloj perle që nxjerr apo ar apo diçka tjetër, dhe toka nuk është pronë dikujt, ajo është xhubar, pra nuk jep asnjë lloj pasurie për të. Ndërsa në rikaz, pra thesari i groposur më përpara në kohën e xahilijetit, nxirret 1/5 tek ajo, si zakat. Sepse thon dietarët, sepse kjo lloj pasurie, rikazi i cili e gjen ti rastësisht duke kërkuar tek toka, pa një mundim të madh dhe pa e ditur që ka apo s'ka gjë aty, nxirret 1/5 sepse ti s'ke bërë mundim dhe kështu ti pra shlyn atë pasurie që ke dhe bën halal. Hadithin e transmeton Imam Muslim dhe Imam Buhari. Dhe shpjeguesi Abdullah al-Bassam, Allahu e mëshiroft, thot se fjala xhubar thot është dëm i humbur që nuk ka kompensim për të. Fjala axhma është ajo kafshë e cila nuk flet dhe nuk ka logjik. Fjala ma'din është ai vend nga ku nxirren gur të çmuar dhe të ngjashme si to. Pra perla, gur të çmuar apo gjëra të tjera që janë të vlefshme. Fjala xhubar do thotë i humbur pa përgjegjësi, nuk ka dëshpërblim në të. Fjala rikaz do të thotë ajo që është e varrosur në tokë dhe është thesari i kohës së ignorancës, pra shumë kohë më përpara. Kuptimi i përgjithshëm i këtij hadithi, thot shehu Allahu më mëshiroft, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sqaron gjërat në të cilat ndodh dëmtimi jashtë dëshirës së njeriu, pa shkakun dhe pa neglizhencën e tij, dhe se nuk ka mbi të për shkak të këtij dëmtimi asgjë. Kjo është si kafsha që nuk është e lëshuar me neglizhencë për ti dhe nuk ka qenë duke e drejtuar. Pastaj ajo shkatron të mbjella ose dëmton dikë me kafshim, goditje me dorë apo shkelm me këmbë. Po ashtu, pra që ta kuptojmë, një person posedon një kafshë e cila nuk ka logjik, pra ajo nuk shikon, nuk ka logjik, nuk di ku shkon. Nëse ajo hyn gabimisht tek pa neglizhencën tënde, pra ti nuk është se e çon veti tek baçja e këmbëshiut tënd, ose duke ecur kjo godet një fëmijë ose një person, por se ti nuk je aty prezent. Në këto raste ti nuk mban përgjegjësi nga kjo kafshë. Kjo pra është kuptimi. Po ashtu nëse një njeri i thot dikujt, pra i thuat dikujt tjetër, pa e detyruar dhe pa e mashtruar, që zbrit në këtë pus, në këtë grop, apo të bëj një punë, atëherë nuk ka përgjegjësi mbi urdhëruesin, sepse nuk ka prej tij shkelje apo neglizhencë. Pra nëse i ndodh diçka këtij njeriu i cili hyn në pus apo në atë grop, apo i thuat i bëje këtë vepër, por ti nuk e ke me të keqe dhe nuk e din që pas asaj që i thuat ti e din që mund t'i ndodhi diçka e keqe ose jo. Por thjesht i thua që a e bën dhe ai hyn dhe e bën. Çdo gjë që i ndodh atij keq në trupin e tij, ti nuk mban përgjegjësi mbi këtë njeri. Pra kjo nënkuptohet nga hadithi që e përmendëm më lart. Por nëse e detyron njeriu ose e di që në këto gjëra ka rrezik dhe ti e mashtron pa e bërë të ditur, atëherë mbi të është përgjegjësia jote. Pastaj përmendi se kush gjen një thesar, pak apo shumë, duhet të nxjerrë 1/5 sepse e ka fituar pa mundim dhe pa lodhje. Si falënderim ndaj Allahut dhe solidaritet me vëllezërit musliman. Ai duhet të nxjerrë prej tij 1/5, sepse është si pasuri e marrë nga jo besimtarët pa luftë, që merret pa mundim.
Kështu e shikon shariati dhe kështu e merr parasysh drejtësinë dhe barazinë në gjykimet e tij, duke ndryshuar sasinë e zakatit sipas mundimit, lodhjes dhe shpenzimit. Disa dobi që përfitohet nga ky hadith, e para është se nuk ka përgjegjësi për dëmin e shkaktuar nga kafsha nëse pronari i saj nuk ka qenë duke e drejtuar ose nuk e ka lëshuar natën. Nëse pronari është shkaktar i dëmit që ajo ka bërë ose e ka lëshuar natën me dëshirë dhe ajo ka prishur të mbjellat e njerëzve, atëherë mbi të është përgjegjësia. Dietarët e kanë kufizuar kuptimin e përgjithshëm të këtij hadithi me argumente të tjera, duke vendosur përgjegjësi mbi shkaktarin, dhe ky është mendimi i shumicës. Imam Ibn Daqiq al-Eid përmend mospajtimin e dietarëve në përgjegjësinë e dëmit të shkaktuar, dhe arriti në konkluzion se dëmi i kafshës nuk merret në përgjegjësi nëse nuk ka pasur neglizhencë nga pronari apo ai që e ka në dorë. Ai tha hadithi kuptohet mbi këtë bazë. E dyta, se nuk ka përgjegjësi për dëmin e shkaktuar nga pusja apo minjera nëse ai që zbret ose punon nuk është detyruar dhe urdhëruar dhe nuk ka qenë i vetëdijshëm për rrezikun dhe nuk e ka mashtruar. Nëse dikë e detyron të zbresë në pus, ose të ngjitet në pemë, apo të ngjashme si këto, ose nuk e detyron, por ka rrezik dhe nuk ja tregon, atëherë mbi të është përgjegjësia, sepse dëmi ndodhi për shkak të detyrimit ose mashtrimit të tij. E treta është detyrim nxjerrja e 1/5 nga thesarët e gjetura, qoftë pak apo shumë. E katërta, disa dietarë kanë kufizuar atë gjën e gjetur me atë që ka shenjat e jo besimtarëve. Pra nëse ti gjen diçka dhe ka shenjat e jo besimtarëve përpara, dhe të jetë nga koha e xahilijes. Imam Sanani, Allahu e mëshiroft, përmendi një kusht të dytë që të jetë në tokë të pabanuar, ose në tokë që e ka ringjallur gjetësia. Pra është e qetë, nuk askush nuk është aty. Nëse është në tokë private, atëherë kjo quhet rikaz, por është sënd i humbur luqata. E pesta, se duhet të nxjerr 1/5 me një herë sapo ta gjej, siç duket nga hadithi, sepse vlera e tij është e plotë. Pra, vlera e asaj gjëje që ti gjen nuk është se mbillet dhe pret që të rritet dhe pastaj të marrësh për saj. Ajo është një pasuri që ti e gjetë, qoftë perl, qoftë flori, qoftë diçka me vlerë. Ajo aq e ka, nuk rritet më vlera e saj. Që do thotë, nëse ti e gjen këtë, atëherë duhet që ti nxjerrësh pasurinë e zakatit. Dhe bëhet pra vlera e tij është e plotë. Ajo që ka rritje të plotë nuk kërkon kalimin e një viti. Imam Nawawi ka thënë, mos kushtëzimi i haulit për rikazin është në konsensus tek gjithë dietarët. Pika 6 e përfitohet nga hadithi është se kuptohet se nxjerrja bëhet nga pasuria jote, jo nga thesari, jo nga vlera e tij, qoftë ari, argjendi, bakri, hekuri apo çdo gjë tjetër. Nga këto veçori, dhe kjo është pika që e fundit që kuptohet dhe si vlerë nga hadithi, është se kuptohet se ngjashmëria e tij me atë lloj pasurie që gjendet, që thamë neve është e humbur, është më afërt se sa me zakatin. Prandaj, shumë dietarë kanë thënë, shpërndarja e tij është si shpërndarja e asaj pasurie që ti e gjen pra në interese publike, jo si zakati që jepet në 8 kategoritë e njohura. Pra ti e gjen këtë lloj pasurie, më thjesht, e gjen këtë lloj pasurie si shtam, e cila është e popujve të mëparshëm dhe nuk ka pronar, dhe nuk është pronari i tokës, dhe as pronari e asaj gjë që ti gjete. Atëherë duhet që të nxjerrësh zakatin. Tani, ku e çon ti këtë zakat? E çon tek ato 8 kategoritë që i mësua më përpara, apo është shpërndan kudo? Thonë ulemat që ti e shpërndan në çdo të mirë që ti mendon se i kthehet pra publikut, njerëzve që ti jeton me ta. Sepse rikazi për kjo lloj pasurie ndryshon nga zakati
dhe këtë e dallojmë nga këto veçori që i përmendëm më poshtë. E para, zakati nuk nxirret vetëm nga një nisab i caktuar e më lartë, ndërsa rikazi nxirret 1/5 sadoqoftë ajo, pak apo shumë. Pra nuk ka një kuotë që do thotë nëse ti e gjen këtë lloj pasurie, duhet të s'bën që të përmbush 85 gram flori. Jo. Atë që ti gjen, sado që të vlej ajo, ti do nxjerrësh 1/5 e saj tek dobia që ti shikon se i kthehet e gjithë njerëzve. Rikazi, kjo pasuri, nxirret nga vetë objekti, ndërsa mallrat tregtare nxjerrin zakatin në para. Pra, kjo del pasuri nga vetë objekti që ti gjen. Nga ty ndan dhe ja kthen domethënë njerëzve në dobi. Kurse zakati dihet që ti e mbledh pasurinë tate që ke, tregtinë që ti posedon, pasurinë lek që ke ti dhe e nxjerr atë 2.5% me para që ti jeton në atë vend që ti jeton. E treta, rikazi nuk kërkon kohë, siç kërkon kohë pra zakati që duhet të mbush një vit ajo dhe pasurie me kuotë të plotë. Ndërsa zakati ka një vit të caktuar dhe nuk bëhet i detyrueshëm para tij. Gjithashtu pika vijuese është shpërndarja e rikazit është për interes publik, ndërsa zakati jepet në 8 kategoritë e njohura. Në rikaz nxirret 1/5, ndërsa në zakat maksimumi është 1/10 dhe minimumi 1/4 e të 10-s. Pra këto janë ato veçoritë midis pasurisë që gjendet në një tokë të abandonuar, një pasuri e lënë shumë vite përpara në kohën e ignorancës, midis zakatit i cili është pasuri që shikohet, shihet kategoria, shihet kuota dhe qëndron ajo një vit pa u prekur, kuotë e plot dhe ti nxjerr 2.5% të asaj. Kaq na e mundsoi Allahu Azza wa Jall për të përgatitur për këtë mësim. Lus Allahun e lartë madhëruar që të ketë qenë e qartë për çdo kënd që na dëgjon dhe për çdo kënd që është i kujdesshëm. Po ashtu e lus Allahun Azza wa Jall që të jetë i dobishëm dhe t'i bëj dobi çdo kujt. Dhe po ashtu një kërkesë është se është e nevojshme që këto mësime të kenë kujdes më të madh dhe t'i riktheheni t'i dëgjoni prap dhe gjithashtu t'i lexoni në faqen Revista Medina në web, YouTube apo kudo që gjendet faqja. Allahu ja shpëlbeft mirë, subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ja shpëlbeft mirë, rishikohemi inshallah taala në mësimin e ardhshëm.